طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek libri Umdatul Ahkam, bazat e dispozitave. Kemi folur për larjen e të vdekurit dhe për cjelljen e xhenazës. Jemi tek hadithet e fundit të këtij kapitulli, hadithi 158 nga Ebu Huraira radiallahu anhu, transmetohet se pejgamberi sa ka thënë: nxitoni me xhenazën, me nxitu me xhenazën. Thot, nëse ka qenë njeri i mirë, atëherë po e shpejtoni në mirësi. Thot, nëse ka qenë i keq, atëherë thot sherrin po e hiqni nga qafat tuaja. Më thonë, me një aspekt, në të dy aspektet është i mirë me shpejtësi me çu në varreza. Nëse është i mirë, po shkon te mirësia e Allahut subhanahu wa taala. Nëse është i keq, sa më shpejt largoni pikë kësaj dynjos. Se sherrin ja keni pa në këtë dynjon, çdo që më shpejt çon në varrim, domethënë me varros. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit thot njeriu është i përbërë çush e dim, prej shpirtit edhe prej trupit, apo? Dhe Allahu subhanahu wa taala shpirtat i ka krijuar para se me kriju fizikun, para se me kriju trupin, apo? Dhe kur i ka kriju shpirtrat, Allah vetë ju ka thonë: "Elastu bi rabbikum?" Qalu bala. Thot, ajo mund e Zoti ju i krejt shpirtat vllazni, deri në ditën e gjykimit, janë të krijuar para se me ardh trupi. Dhe ai ka pyet Allahu azza wa jall shpirtrat dhe ju ka thonë: "Ajo mund e Zoti juaj krejt kanë pranu." Se e kanë pa Allahun azza wa jall dhe krejt kanë pranu. Po nëse e kanë pranu, atëherë ku po dalin ateistat? Ku po dalin bindjet apo ideologjitë e ndryshme që bien ndesh me fen Allahut azza wa jall? Çu shpi bjer kjo? A kanë pranu këtë shpirtrat Allahun azza wa jall para se mi kriju fiziku apo trupi? Normalisht, sepse ka shejtan nga njerëzit edhe nga xhinët që shpirtin e bën zi dhe shkon ju përshpërit dhe e largon pi fesë Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po çdo shpirt vllazni, edhe ateisti më i madh, keni pa do video që i transmetojnë në rrjetet sociale. Ateisti më i madh, nëse vendoset me një aeroplan apo me një det, me një anije, në ato minutat e fundit jetës, ka mu bo besimi i sinqert në Allahun azza wa jall. S'ka më ateist aty. Ku të lëviz aeroplani edhe anija ku të lëviz aty, kur ta shet dekën me sy, si shtojmë ne, mu aty nuk ka ateist. O Zot, thot një mam. Pse? Besimi i sinqert në ato momente është prezente. Largohet shejtani. Kur del pastaj mbrek, prap i kthehet shejtani, prap ai në vetën kthehet. Kështu është njeriu, apo? Siç tham, është i krijuar nga shpirti dhe nga trupi. Merita, nderi, dobia, fruti i tij është shpirti. Këtë senet baza e shpirtit, e zemra. Dhe që kjo zemër pastaj e nxit njeriu me fol fjalë të mira, edhe çka me bo vepra të mira. Nëse një person e ka të ndryshëm zemrën prej gjuhës edhe veprimit, ky person çka është? Është munafik. Jashtë çka bën? Sillet mirë kishe, apo ose vepron mirë, veç me pa njerëzit, mirë, po në zemër është çrrik, është i zi. Këta persona janë munafika. Këta persona janë munafika dhe tek Allahu janë kafira. Po flasim nëse kanë kufrin. Mirë, po tek njerëzit çush i themi na këtyre personave? Muslimanë i themi, se dim në zemrën. Si ai personi që tha la ilaha illallah para se me mbyt në betejë, i tha sahabiu, tha e myta se tha pitutës, pse tha ja çile zemrën ti, ja çave zemrën me pa pitutës, a e tha një të sinqerta, nuk e dinte. Kështu që na nuk gjykojmë në zemra, na gjykojmë në veprën e jashtme. Kafiri më i madh më kon ku ta shpresh shahadetin ti nalesh. Po jo, a ka pitutës, nuk e dim na. Se dim. Përdesa Muhamedi alayhis salam po thot, ti aja qire zemrën, edhe na e pranojmë. Vjen namaz me ty falet, ja pranon besimin e tij dhe zemra i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Nëse ikën shpirtit, trupi nuk bën dobimo. Do më thonë, nëse është trupi, komponenti apo është trupi, shpirti është në trup. Kur del shpirti, trupi mos ka dobi, se vdes personi. Mirë, nëse personi flen, a del shpirti pi trupit? Del, po një pjesë rrin aty, për çka? Për që është gjallë, apo që me funksionë organet.
Nëse Allah subhanahu wa taala e ka caktu që njeriu me vdek, mos mu qupi gjumit, çaj shpirt, apo që ka dal më nuk kthehet edhe një herë. Dhe vdes personi. Për atë arsye është mirë me bë duat para se me fjet, se ti nuk e din a vdes apo qohesh pi gjumit. Nuk e din. Dhe jo rastisht kanë thonë që gjumi është vdekja e vogël. E vdekja çka është? Është kiameti i vogël, para kiametit të madh. Edhe një herë, gjumi është vdekja e vogël. Vdekja e madhe është tamam kur të vdes, apo? Mirë, po vdekja pastaj është kur vdes personi është kiameti i vogël. Për to më ka mbaru çështja. Mo nuk mundu me bëj vepra mo në varr. Përpos fëmijëve apo dikush që bën dua për ato që është në varr i vin bonuse, ndërsa ai vet s'mund me bë asnjë vepër. Dhe ky njeri s'bën në fajden mesin e familjes. Se ti ashtu është kufon, bile sa më shumë të ri, aq më shumë shëmtohet pamja dhe aq më e qelbur i bëhet era. Prandaj ashtu është njeriu, subhanallahu, si ta vendosim veç 24 orë me lon, ose pak më shumë për njerë dekompenzohet trupi. Ja nis me ardh era, subhanallahu. Deri dje ishte njeri për 24 orë su ne bësh heke më shpejt çoje në varr thuj. I thush, po qoftë edhe njeriu më i dashur i juti. Kemi vrejt na për shembull që disa i lon më shumë apo nuk i varrosin për shkak që i kanë fëmijë jashtë derisa të vinë, apo mirë po e shihni që e ka një erë, lëshon një erë gjenazja. Se do kompenzohet ma, nuk ka qarkullim gjakut, nuk ka oksigjen. Ma njeriu është drejtu për botën tjetër. Për këtë feja jone e lartë dhe urt na urdhëroi të nxitojmë në përgatitjen e gjenazës. Më thonë, prej synetit është për njëherë me qunë varreza. Mja kry procedurat për njëherë. Transmetohet një rast Shekhu Themini, kur ka vdek Shekh Albani, rahimullahu taala, Shekhu Themini e ka thirrë në telefon gruën e Shekh Albanit. Edhe sa kish marrë vesh Shekhu Themini. Selam aleikum, nida që ka vdek Shekh Albani, thot për me orë me varros, apo ku e dion që ka dashur mi thonë, apo me ngushëlluar një aspekt. Ka thonë, jo, thoshtë është varros, Shekh Albani. Që jo varros? Që tash nita ka vdek? Edhe a di që a thot Shekhu Themini? Thot e tër jeta, thot Shekh Albani i shkojnë sünnet, edhe vdekja i shkojnë sünnet. Në thonë me shpejtësi u varros. U ka varros në mramje. Edhe hiq pa lajmëru me mira vet e kanë varros. Se prej sünnetit është, po qoftë edhe në mramje me varros. Tek ne nuk praktikohet kjo. Me bo mi thonë dikujt mas akshamit, mas jacis, thot a e në vetit i. Nuk varroset, nuk bëhet varrimi në mramje, natën nuk bëhet, veç ditën. Dreki që ndije kanë. Jo, edhe aksham, edhe jaci, lejot dhe është mirë, sa më shpejt me qu, edhe me varros, si pas sunetit pejgamberit alisratu wassalam. Dhe me thonë, cilat janë procedurat, larja, namazi, mbajtja, varrosja. Profeti alisratu wassalam i udhëzoi për te kurtësia që gjendet pas këtij nxitimi. Nëse ka qenë njeriu i mirë, ai ka qef me shku tek Allahu azza wa jall. Nëse ka qenë njëri i keq, ku po më qëni, thot, subhanallah. E din ku ka me shku, subhanallah. E din ku ka me shku. Allah, se cili e një vetën e vetë. Se cili njëri e një sa është vetën e vetë, sa është i devotshëm me Allah, azza wa jall. Çdo person e din. Dhe për atë arsye e din ku ka me shku. E din çka ka me gjetë. Ndërsa për këta që e bajnë, është mirë që me hek sharrin për kësaj dynjos sa më shpejt. E i miri nxiton ka qef mu taku me Allahun subhanahu wa taala, dhe kushdo që ka qef mu taku me Allahun azza wa jall, edhe Allah ka qef mu taku me ta. Dhe mos vdisni, ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam, përveç se duke menduar mirë për Allahun azza wa jall. Se na ervin dyshimet, mendimet e këqija për Allahun, ato janë përshpëritje që s'bën bindje. Mirë po duhet me pas mendim të mirë për Allahun azza wa jall. Të vjen një problem, një sprov, një bela, mos ki mendim të keq për Allahun. Çdo herë akuzoj vetën tënde. Çdo herë thuj, unë jam ai që çto sprova po më vjen mua. E tjetri le të thot sa pedoj ka Allah azza wa jall fillon vllon që pe sprovon shumë. Me gjërat e dynjos, sepse sprova e ngrit Allah azza wa jall me sprova. I falen gjunat. Na gjunosh do ditë po bëjmë. Allah azza wa jall na çon një sprovta, na pastron. Dhe nëse ki sprova, dije që Allah azza wa jall nuk të ka harru. Sahabët kur nuk kanë pas sprova, jenë friksu, si kur i ka harru Allah azza wa jall. Apo disa prej sahabeve, që kanë thonë?
thot unë thot e shoh mos bindjen time apo një gjuna tek çka? Tek gruaja ime edhe tek mjeti i udhëtimit. Çto ku të prishet kërri, unë çdo herë mendoj vetveten. Pse? Nëpërmjet çasoj Allahu Azza wa Jall ma çon mund i sprov edhe mi fshin gjunahet. Nuk mi lën ditën e gjykimit, secilit prej nesh, nuk na lën ditën e gjykimit na mu përgjigj për ato gjunahe, po më njëherë ta çon sprovën ti fshin gjunahet. Ose nëse nuk ki, s'ka njeri që s'ka gjunahe. Këtë kemi gjunahe. Allahu Azza wa Jall nëpërmjet sprovave ti fshin gjunahet të pastron. E çka Allahu atyre njerëzve që tërkohën bën gjunahe dhe nuk sprovohen hiç, ati veç i shkojnë. Veç i palon. Palon, deri sa ta merë Allah Azza wa Jall ta godet, ma sebe nuk ka më këthim brapa. Kështu që çdo sprovë që është, pranoje me mirësi, mënyrën më të mirë sepse ke ngritje gradash tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse mirë që njeriu që ka sprova shumë, është i keq, i bie që pejgambert e Allahut janë të këqij atëra. Kush kanë pas më shumë sprova? Pejgambert e Allahut kanë pas sprova më shumë ti. Pastaj njerëzit më të sinqert, mas pejgamberëve kështu me radhë. Andaj sprova njeriu e pastron, e sidomos njeriu kur është i qëndrueshëm fe, i vjen sprova, e qëndron, e merr siç është, ka shpërblim tek Allahu Azza wa Jall. Nëse ka qenë njeri i mirë, atëherë po e përshpejtoni në mirësi, e shpëtim, duke theksuar këtu që nuk duhet ta pengojmë. Pasi ai thot, përshpejtoni, e nëse ka qenë i keq, thot ka qenë sharri midis jush që duhet ta largoni e ta rehatoni vetët prej shqetësimeve dhe prezencës së tij, andaj lehtësoni e vendoseni në varr të vet. Me vendos në varrin e vet, dhe varri, vllazni, ka dy lloje të varrimit, domethënë të hapjes së varrit. Sipas sunetit është lart, vllazni, që te ne nuk praktikohet. Është sikur me bë xhep. Domethënë çysh është çysh qilet tek ne, veç qilet si xhep. Edhe futet i varrosur i futet brenda në xhep. Edhe pastaj mbulohet me dhe. Kjo është sipas sunetit Muhamedit alayhi salam, nuk po themi që nuk lejohet edhe kjo tek ne që bëhet. Edhe kjo lejohet. Po kjo është daha më mirë. Apo është sipas sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka përfitojmë nga hadithi? Pëlqyeshmërinë, domethënë pëlqyeshmërinë e nxitimit për me varros të vdekurin, qoftë burr apo qoftë grua, domethënë me përgatitjen e xhenazës dhe mos me prit, do thot me orë të tëra apo ditë e natë që me e varros. Duhet nxituar nëse vdekja nuk ka qenë e papritur e nuk jetë frikë se mos është rënje të fikt, po do me tregu siç mjeksi quhet apo vdekja klinike, apo pse nuk në aspektin fetar nuk ka që quhet diçka vdekje e pastaj kthehet shpirti. Jo, në aspektin mjekësor po. Do nuk punon zemra për momentin, edhe me ato mjetët që i kanë do thot mjekët kardiologët, e shfrytëzojnë rastin defibrillatori që është ajo. Pedini, ka raste nuk ndolet zemra. Edhe me ilaçe, me këto mjete bashkëkohore, do thot i rikthehet kisha. Apo i rikthehet puna e zemrës, jo që ka vdekaj. Se vdekja është dalja e shpirtit. Si del shpirti u krypuna mo. Po se po i themi në terminologjinë mjekësore që mos me menu që personi ka vdek. S'pi punon zemra ka vdek, thot edhe ta varrusin. Po ai bovaki gjallë është. Ande duhet me pas, me vërtetu vdekjen, e thirr mjekun, e vërteton, do të thot vdekjen që ka vdek, pastaj mirën procedurat e varrimit. Se ka mundësi të jetë i fikt, i ka rat fikt, edhe ti nuk e din, do thot a ka vdek apo nuk ka vdek, e kush i marrë i din ta ekspertët, i shikojnë bebsën e syret, i shikojnë zemrën, në gjitha këto gjëra, e ka gjetë ato, e vlerësojnë dhe shikojnë që ky person është i vdekur. Pastaj thot, derisa të vërtetohet vdekja, ose kur dihet që tek vonesa ka dobi si numri shumë i namazlinjeve, ose ardhja të afërm me kusht që mos të ketë frikë dekompenzimi kufumës. Domethënë nëse është pak pritje pak, nuk ka problem inshallah taala. Se normalisht duhet mi prit njerëzit derisa të vinë për me varros, për mu bë xhamati, nuk ka problem. Mirë, por nëse shtyhet shumë, atëherë nuk lejohet. Pastaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thotë, kush ka qenë në aparencë musliman, i përçohen dispozitat e islamit si martesa, trashëgimia, larja, falja e xhenazës, varrosja në varret e musliman. Çfarë po do të thonë? Kushdo që e dim pamjen e jashtme që filoni musliman, ne i marrim dispozitat fetare mbi ta. Zemrën ja lëm Allahut Azza wa Jall. Nuk është çështje e jone zemra. Pa i mund të jetë kafir, ndoshta e ka urrejt islamin,
por rreti që është e zemrës, nuk e ka paraqit jashtë. Nëse nuk e ka paraqit jashtë, na ja falim gjenazën dhe nuk kemi përgjegjësi tek Allahu azza wa jall. Nuk kemi përgjegjësi tek Allahu azza wa jall, edhe nëse është kafir tek Allahu, jo tek ne, se tek ne na nuk e dim, po çështja e zemrës. Hadithi 159. Umatiye al-Ansari radiyallahu anhu thot, na u ndalua përcjellja e gjenazeve, por jo ndalim të prerë. Domethënë grave, është për qëllim. Kuptimi i përgjithshëm, umati al-Ansariye, një nga sahabet e larta, na mëson se pejgamberi alayhis salam ndaloi gratë të përcjellin gjenazet, sepse ato janë të dhëmshura. Pse vllazni? Sepse gruaja, gjinia femnore është e ndihshme. Nuk mundet me majt vetin kur të shkon aty. Paramendo për shembull gruaja kur ta sheh, duke ja qit dheun përmi djalit vet. S'u ne bën. Është shumë e ndihshme. Na kojm, neve na rrjedhin lotët e lemo gratë më kon aty. Përdesa janë të ndjeshme, atëherë pejgamberi sa e ka pa ndjeshmërinë e grave apo motrave muslimane, qoftë reja, qoftë vjetra, nuk e ka ndaluar në këtë hadith, sipas këtij hadithit, në mënyrë të prerë, edhe pse në disa hadithe tjera ka ndaluar, por se për shkak të kësaj çështje, do të thotë ka menduar për gratë e muslimanëve. Thot, sepse ato janë të dhëmshura, të buta dhe nuk e kanë durimin e burrave në fatkeqësi. Megjithë këtë komponentet e realitetit e bën këtë sahabie të kuptonte që ndalimi nuk ishte i prerë dhe sikur përcjellja gjenazës nuk ishte haram për to. Bukur. Çka përfitojmë nga ky hadith? Ndalimi i përcjelljes së të vdekurit nga gratë. Ndalimi ka ardhur i përgjithshëm dhe përfshin përgatitjen e gjenazës, ndalimin e namazit, të gjenazës, varrosjes, gjithçka që lidhet me të vdekurin, edhe pse ka hadithe apo tekste sheriatike që lejojnë me fal namazin e gjenazës gratë. Me fal namazin e gjenazës gratë. Arsyeja e ndalimit është mos durimi dhe mos suportimi apo i skenave të tilla të dhëmshme emocionale nga gratë. Mund të ndodhë që dikush nga gratë të shpreh irritim, zemrim, piskajt bërtet, më thonë kjo nuk është e drejtë apo të bëhet. Pastaj ndalimi në origjinë vjen për të treguar se veprimi është haram, por umati e kuptoi nga elementet e atij realiteti se ndalimi i përcjelljes së gjenazës nuk është haram në mënyrë të prerë, por nuk është mirë. Nuk është haram, por nuk është mirë me shku. Edhe në traditat e muslimanëve na i kemi vret kur nuk ka qenë që gratë me shku me farros. Çto është kohë të fundit pishojnë. Gratë po shkojnë. Po traditat të ne, të shqiptarët jo, gratë s'kan shku në varreza. A ki po gjatë piskama i bëjnë për shembull kur del gjenazja pi shtëpisë. A ki po? Po të njëjtat piskamat i bëjnë edhe në varreza mund me t'i bë. E burri e ka natyrën vetë që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, që është më i fuqishëm në aspektin emocional. Nuk është sikur gruaja. Dhe për atë arsye, grave ju kanë ndaluar më konë edhe udhëhecët e shtetit. Sepse ndryshe burri vendos, ndryshe gruaja vendos. Ndryshe është natyra e femnës. Jo për ta nënshmu gruan, po për ta nderu me një mision tjetër. Dhe cili është misioni? Misioni i gruas është edukimi i gjeneratës. Edukimi i fëmijës. Nuk po themi që ndalohet me punu kur ka halal me një vend caktuar. S'po e themi këto, se nuk e ndalen ulemaja. Mirë po, në aspektin e përgjithshëm është edukimi i fëmijëve. Gruaja edukon fëmin më mirë se sa baba. Gruaja e mban në muj fëmin e vetë. Dhe nuk nervozohet, nuk i prishet qefi. Përkundrazi, nëse nuk i lëviz fëmija në barkun e saj, ajo mërzitet. Ndërsa mashkulli çka bën baba? Veç pak e nin tu kajt fëmija, ik për një domën tjetër. Ajo të në konë rrinë me fëmin e vetë, knaqet me fëmin e vetë. Se e ka, natyrën e ka femna që ashtu. Gruaja e ka natyrën. Pastaj thot, ndalimi Ibn Daqiq el-Eid thot, kanë ardhur hadithe të tjera që argumentojnë se ndalimi është tepër strikt, shumë i prerë për sa i përket përcjelljes së gjenazës nga gratë. Hadithi i fundit, qëndrimi i imamit në lidhje me të vdekurin. Hadithi 160. Samratu ibn Jundub radiyallahu anhu thot, fala pas pejgamberit alayhis salam namazin e gjenazës së një gruaje që kishte vdekur pasi kishte lindur fëmijën. Ai sallallahu alaihi wasallam qëndronte përballë mesit të kufomës. Kuptimi i përgjithshëm është se Samratu ibn Jundub e fali pas profetit alayhis salam namazin e gjenazës së një gruaje në të lindura.
Domethënë, masi që ka lind, ka vdek, apo thot profeti alayhi salam do thot qëndronte për karshim mesit të kufomës për të mbuluar nga sytë e namazlinjeve. Domethënë në mesin, në mes. Kur dën mja fal një gruas namazin, duhet me qëndru në mes. E tek moshkujt është tek koka. Domethënë çto mos e harroni. Çka përfitojmë nga hadithi? Ligjësimin e namazit të xhenazës së gruas, imami qëndron përballë mesit të saj, qoftë ajo xhenazë në të lindura apo në gjendje tjetër, nga ky hadith konkludohet qenia e asaj grua dhe jo qenia e saj grua në të lindura, pasi ky i fundit është cilësim që nuk merret në konsiderat. Gruaja që vdes gjatë apo pas lindjes, nëse shqipton shahadetin, atëherë i falet xhenazja dhe është shahide. Është shahide. Nuk është shahide në kontekstin e luftës që del fi sebilillah, për ta ngritur fjalën e Allahut Azza wa Jall në luftë kundër kufarëve, por se është një shahide tjetër e gradës pak më të ulët në krahasim me shahidin që vdes në betejë. Sepse nuk është shahid vetëm një person që vdes në betejë, po ka lloje të ndryshme të shahidave. E një prej shahideve është edhe gruaja në të lindur gjatë lindjes që vdes. Dhe shahid është çështje shumë e madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Disa dietar thonë se qëndrimi përballë mesit të gruas është pozicioni më i mirë për ta mbuluar atë, dhe për fund kemi një dobi kur xhenazja është burr, atëherë qëndron përballë kokës. Manen mend se harron të sene. Tek burri kur vendoset xhenazja, imami vendoset para kokës. Tek gruaja vendoset në mes. Tek gruaja vendoset mes, tek burri vendoset përballë kokës. Sepse e kemi hadithin tek Tirmidhiu se e bën të mirë, domethënë Hasan vet Tirmidhiu, Enesi fali namazin e një burri dhe qëndroi tek koka, pastaj fali xhenazën e një grua dhe qëndroi përkas domethënë mesit të krevatit. Al-Ala ibn Ziyad tha kështu kam parë pejgamberin alayhi salam para xhenazës grua qëndroi si qëndrove ti, po ku ishte xhenazja burr, kur ishte xhenazja burr, si ti qëndroi tha po. Domethënë qëndroi dhe thot përballë kokës. Kur bashkohen xhenazet, atëherë falim një namaz të vetëm. Nëse janë të një xhinie, atëherë qëndron përpara imamit ai që ka pasur më shumë dije. Domethënë nëse bën shumë veta, përballë çitët i pare ai që ka shumë dije, e kështu me radhë, ose që ka qenë më i devotshëm ose më i moshuar. Nëse xhenazet janë burra e gra, atëherë jepet përparësi burrave. Burrat pastaj gratë, apo namazi xhenazës është ndërmjetësim nga ana namazlive për të vdekurin, prandaj lipset lutja sinqert me zemër, sepse ndoshta Allah e fal dhe ja fshin gjuna të vdekurit kur të dalë prej kësaj dynjaje, dhe në takimin e radhës me ndalimi i zemrimit me vepër apo me fjalë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.